25 vite të plota të Xhamia e Vilit. Të dashur antar të Xhamisë Vilit, të dashur musliman dhe muslimane, besimtar të rrethit të Vilit, po edhe më gjërë, të gjithë besimtarët në Zvicër, i dashur i komunitetit shqiptar në gjithë diasporën, të dashur shqiptar në vendet anë. Përshëndetje për ju dhe selamet e mia. Ja 25 vite të plota në vendin e punës këtu në Vil, me disa angazhime dhe disa punë modeste në emër të Zotit, duke i shërbyer komunitetit dhe duke i shërbyer të rive tanë, të rejeve tana, në tema të lloj-llojshme, në procese të ndryshme, me mësim në përshkolla, me përkujdesje shpirtërore në spitale, me punë në xhami dhe gjithashtu vizita të familjeve, gjithashtu aktivitete sportive, gjithashtu debate televizive dhe shkrime të ndryshme që mos t'ua bëj edhe më gjatë. Mbrëm kisha kënaqësinë që Komiteti Musliman Shqiptar në Vil, në Xhamin Vil, të më surprizojnë me një surprizë jashtëzakonisht të bukur, që parafisisht 700-800 njerëz ishin aty të më ndërprejnë ligjëratën dhe të më festojnë 25 vjetorin tim në këtë xhami. Ndjen jashtëzakonisht të bukur, sidomos kur të shohësh që 700-800 njerëz janë të gëzuar dhe të kënaqur me veprimtarinë tonë. E Allahu thot në Kur'an, e a ka më mirë se sa të thirrish në fenë e Zotit me urtësi dhe me fjalë të bukura dhe me metodë të mirë dhe të thuash që unë jam nga muslimanët. Unë dëshiroj Komitetin Musliman Shqiptar në përgjithësi, në veçanti në Zvicër, e më shumë në veçanti në Vil, të falenderoj për këtë mundësi që na ka dhënë, që atë që kemi mësuar tek dietarët e mëdhej, ta e shprehim te njerëzit dhe antarët tonë. Ata na kanë dhënë këtë mundësi dhe kanë qëndruar mbrapa deri në këto hapa të mëdhej të cilët kemi arritur në Vil. Unë dua që përmes kësaj videos dhe kënaqësinë time dhe mirënjohjen time ndaj këtyre njerëzve ta shprehim me një dua, duke thënë që o Zoti i Madh, bekoje komitetin ton, jepi mirësi, largoja të këqijat e dunjas, jepi të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Ruaj nga zjarri i xhehenemit. Shtova të mirat sikur që u ka shtuar plot dhe ruaja fëmijët e tyre nga çdo lloj asimilimi dhe tjetërsimi. Zot, nëse një ditë prej ditëve do t'i dënosh, ti je Zoti jon e ne jemi robë tu, bësh ato të cilën dëshiron të bësh. E nëse u afal, ti je i mëshirshëm dhe u afal me mëshirën tënde. Na fal neve. Edhe njëherë, faleminderes të dashur miq, faleminderes të dashur ndjekës, faleminderes i dashur xhamat në Vil dhe krejt xhamia tjera të Zvicrës së Mëgjor. Unë po shoh se ndjekësit janë nga gjithandej Evropa dhe trojet shqiptare. Të gjithë i falenderoj dhe të gjithë i përgëzoj për punën e hajrit që e bëjnë. Zoti ju dhash mirësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.